Mora fjalën sepse përpara pak minutash Ministria e Jashtme është njoftuar lidhur me një ngjarje të rëndë ndodhur në Spanjë, ku strukturat e Gardës Civile Spanjolle kanë rrëzuar një helikopter që transportonte drogë nga Maroku drejt Spanjës dhe piloti i helikopterit është një major i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Duke marrë shkas nga kjo, kam një pyetje shumë të thjeshtë. Ky major është në strukturat e forcave armatosura prej 18 vjetësh. Gradën e majorit e ka marrë në vitin 2009 dhe është një ndër pilotët më të besuar të forcave tona të armatosura. Tani, çfarë sensi ka që ne t'i hymë një grindje, a është majori juaj apo është majori ynë? Dhe këtë pyetje e bëj për të shkuar pak më tutje lidhur me diskutimin absurd që u zhvillua këtu dhe me përpjekjen absurde për të mohuar një avancim serioz, të vendosur dhe të gjithë pranuar botërisht Shqipërisë në një luftë të paepur të shtetit me krimin dhe posaçërisht me drogën. Sigurisht që të gjitha qeveritë, edhe qeveria paraardhëse, mund të rendisin rezultatet e tyre. Dhe sigurisht që lufta me krimin apo lufta me drogën nuk ka filluar në 23 qershor të vitit 2013, po e ka shoqëruar rrugën e përpjekjes së shtetit prej vitesh. Ama është e paimagjinueshme që të mund vihet në diskutim se me votën e 1 milion shqiptarëve në 23 qershor të vitit 2013 dhe me krijimin e qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Evropiane, betejë me krimin dhe me drogën ka hyrë në një fazë të panjohur më parë dhe ka shënuar rezultate që deri përpara 23 qershorit ishin të paimagjinueshme. Ishte e paimagjinueshme që Lazarati, mbretëria e drogës botërisht e njohur si e tillë dhe e pranuar nga qeveria paraardhëse si një krahinë de facto autonome e paregjistruar në prodhimin e brendshëm bruto të Shqipërisë, të fshihej nga harta e Europës, të fshihej nga harta e Shqipërisë dhe të fshihej nga fytyra e njollosur si s'ka mëzi e vendit tonë, e shoqërisë sonë dhe e shqiptarit si i tillë në Shqipëri apo nëpër Europë, ku Lazarati ka tërhequr më shumë gazetar, ka tërhequr më shumë kameraman dhe ka prodhuar më shumë kronika për Shqipërinë se sa të gjitha përpjekjet e bëra për të propaganduar Shqipërinë 1 euro apo për të propaganduar Shqipërinë destinacion turistik. Përpjekja për të mohuar këtë është një përpjekje impotente e një grupi impotentësh që përmes një politike impotente kërkon të imponojë diçka që askush nuk mund ta marrë seriozisht. Ashtu si kundër lufta kundër drogës në tërësi ka regjistruar një progres
të njohur botërisht nga ata të cilët deri dje ndërprejnë marrëdhëniet e bashkëpunimit me policinë e shtetit shqiptar. Polici partnere të vendeve fqinje, të cilat ngrin marrëdhëniet e bashkëpunimit me policinë e shtetit shqiptar për arsyen e thjesht se policia e shtetit shqiptar u bë aksionere në gjithë industrinë e prodhimit të drogës dhe në të gjithë përpjekjen e botës krimit për ta dominuar këtë vend. Ka një shifër shumë domethënëse që nuk është, dhe unë mendoj se ne nuk do ta rendisim në meritat e veçanta të policisë së shtetit tonë dhe të qeverisë sonë lidhur me të kërkuarit ndërkombëtarisht. Një shifër e cila ka bërë që me njerë pas zgjedhjeve të 23 qershorit, mua të më takojnë disa përfaqësues të vendeve Bashkimit Evropian dhe posaçërisht të vendeve fqinje për të më kërkuar nëse ne kishim vendosmërinë që ta shikonim seriozisht, duke i dorëzuar drejtësisë ndërkombëtare, duke i dorëzuar drejtësisë vendeve që kërkojnë këtë soi kriminalësh, ata të cilët endeshin lirisht në Tiranë dhe për këtë paguanin drejtuesit më të lartë policisë shtetit. Se me këta të fundit i ndanin parat, kjo është një çështje që nuk do zbulohet kurrë, por nuk është e vështirë për ta parafituar. E pra, vetëm vitin e shkuar, vetëm në 12 muaj qeverisje, ne e kemi rritur me 20% numrin e të kërkuarve ndërkombëtarisht që janë dorëzuar drejtësive të vendeve ku kanë kryer krime. Dhe nga ana tjetër, sot jemi në kushtet e një bashkëpunimi që po jep fryte dhe do vazhdoj të japë fryte edhe në të ardhmen me policitë e vendeve partnere dhe pas operacionit të Elbasanit, unë kam marrë personalisht nga nivelet më të larta të vendeve partnere falenderimet dhe përgëzimet për rezultatin, citoj, e pa imagjinueshëm vetëm një vit e gjysmë përpara. Çka do thotë se Shqipëria nuk u bë vendi i drogës pas 23 qershorit, Shqipëria u bë vendi i drogës për vite të tëra dhe Shqipëria u njoh ndërkombëtarisht si vendi i drogës, jo sepse në vende të tjera nuk ka drogë, por sepse ndryshe nga gjithë vendet e tjera, pjesëmarrëse në këtë aktivitet ishte qeveria dhe ishte policia e shtetit. Dhe për këtë arsye Shqipëria u nda veç nga gjithë tjerët, nga të gjithë vendet e rajonit ku qeverit dhe policit ishin ballë për ballë me botën e krimit dhe me rrjetet e narkotrafikantëve dhe jo aksionere në veprimtarit kriminale ose në të ardhurat nga veprimtaria kriminale dhe nga droga. Tashi, të qohesh dhe të insistosh që Lazarati, Dukagjini, Elbasani, për të cituar operacionet më të mëdha, por dhe gjithë aktiviteti i fuqishëm dhe i vendosur antidrog dhe antikrimi policisë shtetit, nuk janë rezultate të dukshme dhe të prekshme të një politike tërësisht të re në luftën kundër krimit, është fat për ne si qeveri, por është fatkeqësi për të gjithë ata që ju kanë votuar dhe ju kanë besuar që këtu të përpiqeni të sillni zërin e tyre dhe të na sfidoni me alternativën tuaj dhe jo të sa herë të ngriheni ta bëni të zezën të barët të zezë, duke thënë gjëra që edhe vetë nuk i besoni. Dhe në ndërkohë, para 2 ditësh, për herë të parë, të paktën në sa është e regjistruar si veprimtari i policinë e shtetit, 2 patrulla policie kanë ndaluar
dhe kanë marrë masat ligjore për 2 persona të cilët i kanë ofruar policisë rishfet. Është hera e parë. Dhe ndërkohë është hera e parë në 20 vjet që pas ardhjes së një qeverie të re në pushtet, në policinë e shtetit janë ndaluar dhe janë proceduar penalisht mbi 300 punonjës policie për veprimtari antiligjore të gjitha natyrave. Dhe është hera e parë që kjo polici shteti, e cila rëndom akuzohet si instrumenti i vendosjes një shteti policor, betejën për të vendosur lishmërinë e bën brenda vetes me po të njëjtin intensitet që e bën edhe jashtë vetes. Dhe janë 897 policë të tjerë të ndjekur me masa disiplinore. Ashtu si kundër, janë 1219 punonjës policie, mbi 10% e policisë së shtetit, që janë nën hetim proceduar për shkelje të natyrat ndryshme, por që përbëjnë shkelje të kodit penal dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që ne s'kemi asnjë llogari të drejtë me veten nëse krahasohemi me ju. Krahasimi me ju është thyerje për inteligjencën tonë dhe është mohim i të drejtës atyre që na kanë votuar për të marrë nga ne atë që kanë kërkuar. Ne sigurisht krahasimin me ju do ta bëjmë vetëm për t'ju kujtuar njerëzve se kush jeni ju. Në raport me shtetin, në raport me ligjin, në raport me aftësitë për të marrë në dorë jo fatin e një vendi, po për të marrë në dorë dhe fatin e një fshati. Por nga ana tjetër, krahasimin ne do ta bëjmë paralelisht me vendet e Europës ku duam të integrohemi, duke filluar nga vendet e rajonit. Dhe shifrat tona të vrasjeve, të krimeve nuk janë shifra që fabrikohen siç fabrikoheshin deri dje, por janë shifra që monitorohen ngushësisht nga partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe unë që i marr gjithmonë me një rezervë të natyrshme raportet ndërkombëtare, do t'ju kujtoja vetëm raportin e Freedom House të një ditën parë, ku flet qartësisht për një vendosmëri të re dhe për rezultate të ndjeshme në luftën pikërisht kundër krimit dhe kundër drogës. Ndërkohë që, për sa i përket vrasjeve, në vrasjet për 100.000 banor, siç është statistika e zakonshme, duke marrë shifrat tuaja dhe pa i kontestuar, pa ju thënë që i keni fabrikuar apo i keni rregulluar fare, shifrat tuaja, shifrat e kohës kur qeverisnit ju, që nga viti 2010, në 2010 keni pasur ju, me dorën tuaj të shkruar, 2.99 vrasje për 100.000 banor. Në 2011 keni pasur 3.11 vrasje për 100.000 banor. Në 2012 keni pasur përsëri 3.11 vrasje për 100.000 banor. Në 2013, ku numri i vrasjeve ka rënë 41%, vetëm në 3 muajt e fundit, pra në 3 mujorin e qeverisë son, numri i vrasjeve ka qenë 2.38 dhe në 2014 numri i vrasjeve është 2.24. Dhe me 2.24, po doni dhe me 2.38, ne kemi hyrë në mesataren e rajonit. Nuk jemi ndër më të mirët, por nuk jemi as të fundit. E rëndësishme është që duke zbritur nga 3 plus që ishte mesatare e juaj, tek 2 plus që është mesatare e jonë, ne kemi hyrë në një rrugë ndryshimi
të qëndrueshëm. Dhe nga ana tjetër, ka dhe një dhënë tjetër që vlen për të gjithë qytetarët, struktura e motiveve të vrasjeve është ajo që duhet na bëj të reflektojmë jo për policinë e shtetit, e cila ju siguroj që në fund të këtij mandati do të na jap një tërësi rezultatesh që deri 23 qershor as nuk mund të imagjinoheshin fare se mund t'i kishte Shqipëria, por për shoqërinë tonë dhe për qeverisjen tonë, duke adresuar jo vetëm krimin në betejën ballë për ballë, por dhe shkaqet e krimit, shkaqet e trashëguara të krimit. 60% e vrasjeve janë për motive familjare, çka në strukturën e vrasjes së vendeve tjera përbën një shifër shumë më të ulët. Dhe në motivet familjare dominojnë motivet e pronësisë dhe çorapin me pronën nuk e bëri Aleanca për Shqipërinë Europiane, as nuk e pam të shfaqet me ardhjen tonë qeveri. Se kush e bëri çorapin me pronën, e din mirë të gjithë shqiptarët dhe madje unë nuk guxoj them që e bëri Partia Demokratike, se në këtë pikë dhe Partia Demokratike s'ka faj. Fajin e ka kush e ka, Partia Demokratike di më mirë, po unë refuzoj që të shkoj më thellë se është ajo fjala mos e prek se vjen erë. Dhe së fundi, lidhur me tërësinë e figurave dhe rezultateve që kanë të bëjnë me krimin, unë po ju them shumë thjesht. Janë jo të pakrahasueshme, po janë aq të pakrahasueshme sa që është e pabesueshme që këto ndryshime të kenë ndodhur brenda një viti e më pak se një vit e gjysmë. Dhe duhet ta mbyll duke thënë që nëse më pyesni a jam unë i kënaqur? Jo, nuk jam i kënaqur. Dhe nëse më pyesni çfarë presim për këtë vit, për vitin tjetër e tjetër, po ju them që nuk presim vetëm një përparim në shifra, por presim një transformim rrënjësor të marrëdhënies së policisë shtetit me detyrën dhe të mjeteve për të kryer detyrën. Brenda këtij viti, në të gjitha rrugët e Shqipërisë do të vendoset më në fund, pas kaq shumë vitesh, sistemi i monitorimit online të gjitha akseve për të ushtrirë pastaj në të gjitha zonat urbane të Shqipërisë. Por brenda këtij viti nuk do ketë më mundësi për të diskutuar jo ku iku, nga iku, a ishte këtej, a ishte andej, dhe për të dëgjuar lahutën që vazhdon me historitë, doli një kreshnik, doli nga anë e malit, këtej doli dielli, pastaj dielli në zuri, zana e malit, po për të dokumentuar në mënyrë sistematike dhe në kohë reale çdo automjet dhe çdo targ që lëviz në rrugët nacionale dhe çdo gjë që ndodh në rrugët nacionale, jo vetëm në funksion të luftës me krimin, por edhe në funksion të gjitha shkeljeve të rregullave të qarkullimit në Republikën e Shqipërisë. Çka do të bëj që jo vetëm mos kemi më asnjë punonjës policie që të abuzoj me qytetarin duke vendosur gjoba arbitrare apo duke bërë ndalime arbitrare, por do të kemi mundësinë që çdo qytetar ta shikojë me sytë e tij sa herë ta kërkojë në televizor se ku e ka bërë shkeljen, çfarë shkelje ka bërë dhe pse e meriton gjobën që ka marrë. Dhe ndërkohë, brenda këtij viti, në gjithë territorin e Tiranës, policët që janë në kontakt me qytetarët, policët e patrullave dhe policët rrugor do të pajisen me kamera në trup. Çka do të bëjë që gjithë komunikimi dhe gjithë veprimtaria e gjithë patrullave të policisë dhe e gjithë policëve që janë në kontakt me qytetarin do të jetë e regjistruar dhe monitorueshme online. Në këtë aspekt,
është avantazhi i madh i kohës dhe mundësia e më të pravenveturve që të bëjnë gjëra që dhe më të përparuarit po i bëjnë sot. Ky është një hap shumë i madh përpara, cilin sot janë duke bërë edhe vendet më të përparuara, por ky është një hap që do të na mundsoj më në fund që për çdo lloj rënje të lahutës ne të kemi teknologjinë e re dhe pastaj populli të shikojë punën reale dhe të gajasë sa të doj me lahutën. Faleminderit. Po, zoti Paloka.